Pandere Besnik Sali është fajtur për shkak të veprës penale vrasje nga 170 të KPRK-s. Të akuzuar Besnik Sali e gjykat. Por veprën penale vrasje nga 170 i shqiptonte në burgim. Përshëndetje. Urdhërohet policia e Kosovës çdo pengesë që bëhet në shpallje të largohet me nerë nga salla. Trupi gjykues pas këshillimit të votimit në emër të popullit nxjerrë gjykim kundër të Panderit Besnik Saliu dhe Ila Saliu në të dhënat në shkresat e vetës. I Panderi Besnik Saliu është fajtur për shkak të veprës penale vrasje nga 170 të KPRK-s e kualifikuar nga vepra penale vrasje rënd nga 173 pa 1.4 të KPRK-s. Si dhe për veprën penale, mbajtjen pronësi kontrollës së posaçërisë pa trezuar të armëve nga 366 pa 1 KPRK-s. Andaj gjykata, konformimisht 7-14-40-40-69 dhe 79 të KPRK-s, sjellën në 359, 364, 49 dhe 462 të KPRK-s të akuzuar Besnik Saliu e gjykat. Por veprën penale vrasje nga 172 i shqiptonte në burgim kozgjate për 24 vitesh. Por veprën penale mbajtje pronësi kontrollës së posaçërisë të patruzuar të armëve dënim me burg kozgjate për 1 vit e 6 muaj, të njëjtit konformimisht 76 pa 1.1 i shqiptonte në burgim kozgjate për 25 vitesh, i cili dënim do të llogaritet nga koha kaluar para burgim të plotshmërisë të gjykimit të Panderit me një vendim të posaçëm do të vazhdojë para burgimit të plotshmërisë të këtij gjykimi. Obligohet i akuzuar të paguajë shpenzimet e procedurës dhe për pashallën gjyqësor shumën prej 100 euro, si dhe fondin për viktima shumën prej 50 euro të gjitha këto në për 15 ditësh pas plotshmërisë të gjykimit. Konformimisht 363 pa 1.1 të KPRK-s i akuzuar Ila Saliu lirohet nga akuza shkëpse për këtë veprës penale ndihmë në veprën penale vrasje rënd nga 173 pa 1.1 lidhur me 133 të KPRK-s, sepse nuk është provuar se ky akuzuar ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Shpenzimet e procedurës së përkëtit Panderit bien në barë të buxhetit. Të dëmtuarit Emine Saliu, Milita Kadriu, Ramadan Saliu dhe Agro Saliu nga PDI-ja realizuar kontestacionin e këtë rregull civil. Orët e pakonoshme kundër këtij vendimi kanë dhënë ankesë 30 ditë pas pranimit të këtij gjykimi, duke i drejtuar kësaj gjykate për gjykatën e apelit. Kjo është vendimi i gjykatës, në arsyetëm do ta merrni në formë të shkruar. Çfarë u bën? هذا